Seanca është solemne, si që tha dhe Naim, do duhet me qenë solemne. Pas një fushate, pothuajse 2 mujore, të themi edhe kohën e para fushatës edhe pastaj kohën zyrtare, kur ata që kanë kërkuar votën e qytetarëve një farë kanë dalë para nesh, kanë premtuar, janë zotuar. Tash është koha që ata të jenë në nivel të detyrës dhe të përgjegjësisë. Edhe normalisht që pritja jonë do të ishte që nëse të shkojë gjithçka siç është e paraparë, sipas rregullit, sipas rregullores, edhe që të arrijmë të konstituojmë SPAKU Kuvendin në mënyrë që deputetët të betohen edhe ta marrin ligjërisht, si me thonë, mandatin. Marrja ligjërisht e mandatit të deputetëve mandej mund të hapë edhe rrugë për shkak se në një mënyrë kur ti e fiton atë mandat, mandati është i lirë edhe është i pavarur, normalisht që në raportin etik, kështu moral, se cili ka obligim edhe detyrim ndaj subjektit ndoshta me cilin ka garu, por nuk është as e raport as e fundit që kemi parë lëvizje në një farë mënyrë dhe veprime individuale të deputetëve. Mu më duket që në krejt këtë, po themi, kokëfortësi të dy palët, edhe opozita edhe pozita, arsyeja pse nuk kemi dhe nuk mund të presim tash deri nesër një koalicion të madh për të fituar një qeveri me shumicë votash, ajo ka përfunduar ai aspekt, SPAKU për këtë fillim. Është se ka një tendencë, domethënë, të gjitha ose asgjë, edhe të shohim se si do të mundet, sepse gjithmonë është llogarit në këto lëvizjet, në këto, themi, veprimet individuale, dikush ndoshta për shkak që mendon që do t'i rrezikohet gjithë angazhimi që ka bërë deri këtu për të bërë deputet, mundet me ndodhë që thjesht voton. Sepse jemi shumë afër për 2-3 vota dhe mjafton që të fillohet cikli. E tani mandej se çysh do të jetë funksionimi është vështirë pak me paramendu. Nëse i ndëgjojmë, na skemi qysh me analizu të tërqysh veç me deklaratat zyrtare edhe ato që shpërfaqen, ne nuk mund të kuptojmë se çka po ndodh në kokat e njerëzve. Por për shembull, nëse e ndëgjojmë sot deklaratën e zotit Lima, i cili thot s'ka ende marrëveshje dhe s'ka, ne atëherë duhet ta një farë mënyrë e presim që do të thot ky parashikimi joni që ka qenë që mund të ketë 3 vota të nismës, mund të mos jetë e vërtet, por mund të ndodhë në moment fundit që ndodhë diçka. Kështu që gjithçka është e gjatë sonte. Po, kështu që gjithçka më kujtohet atëherë në Vllanë, domethënë gjithë ishin barikaduar dhe në një farë mënyrë ka qenë bile ne kemi qenë dikun gjithë bashkë ata që u angazhoheshin, edhe veç kur e kuptuam që u prish Vllani, edhe dikush domethënë e mori anën tjetër. Kështu që këto ndodhin. Ajo çka është me rëndësi me cek, domethënë mundësit për një bashkim tash për këtë moment të vetëvendosjes me ndonjë nga partitë e mëdha ka rënë në ujë, sidomos edhe pas refuzimit të zotit Abgjiku edhe për të bisedu, si duket aty ka qenë pak ndoshta shpresa që megjithatë me LDK mund të, për shkak se kanë pas një përvojë, që mund të bëhej diçka, por refuzimi i ka mbyll për momentin gjitha rrugët. Mund të hapet kjo mundësi pastaj në kohën kur vim koha për me zgjedh presidentin.